Përshëndetje me të dashur. Videoradhë shkon për tubimin e djeshëm nga Vileja. Miq, që me thonë, me po kush e ka dhe eqa të tubim, po s'kem qare pa diskutu për këtë arsye na jemi këtu. Shkojna miq të numërojmë disa emra që kanë qenë aty, tash të e studiojmë edhe diskutojmë së bashku. Aida Dërguti, personazh i njohur nga klika që tentoi të uzurponte organizatat tona me direktivat të shikut. Pjesa e secilës ishte dhe besoj vazhdonte të jetë, sepse kjo organizat, sado që publikisht ka shpallur shpërbërje, ajo vazhdonte të funksionojë ende pa pasur kur një hetim nga prokuroria e shtetit. 2. Rashid Qalaj, ish drejtori policisë, Vegla Elmi Reqicës, njeriu të dytë të shikut, që organizonin grupe policës për haraq e shantazh ndaj bizneseve dhe qytetarëve, që përndiqte aktivistët dhe protestuesit me direktivë të thaqit dhe shikut. Qala një edhe për dërgimin e mjeteve policore në Tiranë për të shtypur protestat e opozitarëve. 3. Hajdar Beqa, ish deputet i PDK-s, që votoi për gjykatën speciale, numër 36 listën e deputetëve të votuesve. Blerta Delio, deputet e PDK-s, cila kishte deklaruar korridoreve që nën kërcënimin e Samir Shtakut, kishte votuar pro gjykatës speciale, numër 26 i listës e deputetëve të votuesve. Numër 4, Sedi Hoxha, një prej personazhit kryesor të rastit Toka, krye hajni i postës që i kishte sjell postën buz falimentimit. Ahmet Ramanaj, privatizimi mbi 1000 hektar vreshta në Malishev me çmim 7 euro, të cilat më pas i u shitën shtetit me 7000% më shtrejt. Për rolin e tij në gjyqjen e Hagës nuk flas sepse pres që ai të deklarohet vetë. Ja promisë që disa emra të cilët e kanë dheq këtë tubim. Po shkojmë të ndëgjojmë videon, i kom po do kombinime bashkë, të ndëgjojmë videon të diskutojmë së bashku me që, ju lutem. Qoftë edhe në aspektin simbolik, që ta njefni, nga lufta kanë thirrë protest, birkrisht, që kjo është miq, që është i denum 1 vjet borg, mos gabofsha, për fryrjen e listëve të veteranëve të UÇK-s. Tash llogarit në miq, ku Shqipërinë me gjithat të tjerët. Shkojna miq. në oborën e institucioneve të Kosovës, të cilat institucione kanë degraduar pafundësisht. E them këtë sepse Qeveria e Republikës së Qëre Kosovës mirë, amoni e kohë. dhe kryeministri i saj Gëllë. bënte kërkotjet e pandashme Një njeri që e ka frisë për mush kriminal, është i denum. Një kriminal del në emën të UÇK-s, edhe ofendon kryeministrin para kryeministrisë, ja ku ka rritën, kush e menaxhon UÇK-n. Këta jonë që ja kanë hup autoritetin, dojnë me ja hup, se ja kanë hup, po dojnë me ja hup autoritetin lutës lirimtare të Kosovës. me plot gojnë për bashkimin kombëtar. Mbante me gjaket simbolin dhe flamurin kombëtar, kurse në anën tjetër kishte për këshilltar një person i cili vazhdimisht fynte dhe bënte përpjekje të degradoj luftën e pastër dhe drejt ushtrisë shqiptare të Kosovës, dhe ky person është me emrin Shkelzen Koshi. Degradimi ka që i rënë dhe i paskajshëm i kësaj qeveri. Miq, une nuk pajtona asesi me këta që ka bo Shkelzen Koshi. Absolutikisht. Unë jam kundër kësajna, sepse du çdo njeri, çdo kosovar, çdo shqiptar, mbi gjitha, duhet me kon kundër. Por jo në këtë mënyrë. Jo në këtë mënyrë sikur ta që kanë dalë kështu.
Shkojnë miq. Është sepse brenda kësaj qeverie ka ministra të cilët janë anti-UÇK. Po, më thani shok dje miq, më fani që për ndërpres, më thani shok dje, o dan, nuk jem puna tha që këta kanë dalë për këtë rast, po këta kanë dalë sepse u votue Albin Kurti pruni ligjin për konfiskimin e pasurisë, kjo tha po jo dhem, për këtë arsye kanë dalë. Edhe, për dini ju tani, po shkojna mi, shkojna. Ministri i Ekonomisë dhe Financave, Ekoran Murati, i cili publikisht pa deklaruar se më mirë dhe më lirë do të na kushtonte liria këtij vendi, po t'i kishim paguar mercenar. O ignorant, ati pse ka thonë këto? Po besojone, kjo është mendimi im. Sepse i keni bërë 60.000 veteran. Për këtë arsye ka thonë. E një për tyne jetë ti, jetë në 1 vjetë bërë për këtë punë. Shpjegua dhe këto. Për çfarë arsye ka thonë. Me paskona 60.000 veteran, ishë shku deri në Beograd kom. Edhe s'pas nevoj me ndërinë ato heq, absolut. E tash Kosovë marrin 60.000 vetë marrin rroga veteranëve. Kjo është arsyeja pse ka thonë. Mendimi im. Shkojna miq. Se nuk është këmë UÇK-s. Është e vërtet, është fyerje për ata që janë tamon. Aty në respekt, ton jetën. Lavdi dëshmorëve, ton jetën. Ama ja atyre që marrin parë të rajshme. Tu nis pejteje. Dëshmorëve dhe për luftën e shajt dhe drejt të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Të cilët kanë paralajmëruar se reagimet do të vazhdojnë edhe në ditët në vim, nëse nuk ka përgjigje nga institucionet përkatëse. Kallxana sa vetin e konkret. Be po të bëjë sekret 2-3 qevesin e konë. Pe tyne 101 konë gazetar. Shkojna miq. Të ndëgjojmë që ky që pike Rakin Mitrovic. Shkojna miq. Të janë deklarata që e tërpnojnë ato, nuk i bojnë rast institucionit që përfaqëson. Kjo është e vërtet. Tek pjesa e gjykatës speciale, tek pjesa e vlerat luftës, si kam. Jo vetë si shtet, po si kam gjithë duhet jemi krenar të mburremi, sepse historia e ushtrisë shqiptare të Kosovës është historia më e lavdishme e kombit Kjo është e shqiptar. vërtet. Dhe grupi formacioni i ushtrisë shqiptare të Kosovës është formacioni më i lavdishëm. Jemi fat që sot ne e kemi edhe lirinë edhe shtetin. Shumë e vërtet. Po ju jeni ra, ju po bëni që dhe me havu leftën. Me qëto sene që pëjboni. Se ju pëjboni të sene vetëm për pëjena politik, asë gjë tjetër. Që 26 vjetë UÇK, mrapa flamurit. Lene në ere për gjithmonë që kënë virëm edhe në zemër. Po jënë politikë. Shkon kështë mu. I ka po populli këto, si janë populli këto fore. UÇK. Në asë një partije tjetër nuk u dalë aty për pos PTK-ja. Qa do thot kjo? Po jënë politikë. Shkojna miq. Andaj gjithë bashkë, edhe si institucione, po edhe si shoqëni duhet edhe ta mbrojmë institucionet, edhe të mbrojmë vlerat kombëtare dhe të promovojna me mburrje me krenari. Po doni për shembull masakrën e familjes Jasharit. Dorësi. Ke nevojë për as Natasha Kandiçi, as fondin e vlezë ndërkombëtare humanitare, as një organizatë. Qapi përmend ti familjen Jashari ku jeni ata që i keni ofendue. PTK është ata që i ka ofendue. Apo se kom me drejt. Unë kom dëshmi. Ta shti del në burë është të mas familjes Jashari? Mone i kollë. Mone se ju njef popli. Ju njofëm kushini. Politik. Po jena politik. Do në marë për familjes Jashari.
Sa në tjetër? Shkojna mis? Mjafton me hyrje turke, se 45 minuta për ty, na mund të lëmrosh varrin nga një. Thu që na nuk e dim ku e në vartat e Mesharit. Sa që me mli klasnin që të kësë më ka shku me anë që të me shku, shpite e ashart, në ekspozit. E ti po del, po shetë të moral, për neve, hade me në poshtë zote atë. Orët janë po 7 milion shqiptarë që kanë se me terroristët nuk negociohet. Go, Terroristëve nuk u hap kjo për të këja, miq. Kjo për të këja. rruga, terroristët ose dorëzohen ose likvidohen. Varet, a kanë qenë terroristë ata? Keni dyshime? Pa? Keni dyshime? Po s'kan kry në jakt terrori. S'kan kry. S'po foli sa miq. Grupi me Radojqiqin s'ka kryer akt terrori? Qysh? Grupi me Radojqiqin s'kan kryer akt terrori? Nuk e di cili është akti. Afrim Bunjaku. Një. 3 terroristë që i ka vra policia jonë. Ata janë terroristë. Nuk përdishe, i pas ke harru. Po le ata, Afrim Bunjaku, nuk është akt terrori? Terroristë që kanë kry. Ata janë përgatit. Sulm ndaj një shteti. Na e dim çfarë përgatitje kanë pasur që kanë desh me bë. Ata se kanë fillu aksionin. Sepse janë zbulu edhe janë tërheqë. Ata po vazhdojnë me u përgatit prapë. Po aty për aty, ata nuk kanë kry asnjë akt terrorist. Me të bindur Me që dashër, për kretë kësaj që ka ndëgjum, të ndëgjojmë që ka thot kryeministri edhe që ka thot për të këja. Të këshyri cila po ka vlerët ma shumë. Serbia ka kryer gjenocid në Kosovë në luftën e fundit tek ne dhe kjo e meriton një padi. me qenë pozitiv, tash po jemi shumë i drejtë për drejtë. Po të këja. Për krimin e luftës se kisha dënuar. Edhe kjo është minister, ish minister tash, ka qenë minister kur ka folë to. Kjo i ka bo dom Kosovës. Jo qa shpërë Shëzengasi, a i së kërkushi. Ama kjo ish minister. Këta janë që ja kanë folë këto Serbisë. Shkojna miq. Si njëri. Me pas në dorën time, fuqin time, pse po e them? Dhe kjo kush ka amnesti bile kisha bollë për palën tjetër. Se për mu çmimi më i madh i luftës e liria dhe pavarësia. E ato kufoma, ata të vdekur, ata që kanë dhonë këtë qa kanë pas për Kosovë, ata për ty s'ko kanë kur gjo, apo vish liria. Liria pa gjak zvjen. Tonë e dim. Por të do të mi pagu dikush. Se ata i norën në tokë tonë, në ka sërmu neve. Nuk kemi shkuna atje. Të tjerat janë pjesa të çmimi. Mire kur i kemë propozuar kuvendit në Kosovë, disa kanë Pjesa të çmimit. ka rastin po që kanë falë gjithçka. Ja pra miq, kush janë, kush e kanë vëllëj dje o velën në protesta me 200 vetë. Kështu që miq të dashur, kjo është video për sot. Kush ka në koment pozitiv, le të më shkruan, le të na shkruan, bisedojmë, ti komentojmë së bashku, për ndryshe mirë pafshëve të radhës miq. Zoti ju rujt, kudo që jeni.